Dhe ne kemi bërë vazhdimisht përpjekje që të arrijmë tek një emër konsensual, sepse në fakt kjo ka qenë edhe kërkesa e partive opozitare, cilët kanë insistuar në mos sjelljen e një emri partijak, sepse sipas tyre nuk do ta mbështesim. Edhe ne vazhdojmë ta kemi të njëjtin qëndrim dhe besojmë që pas 7 qershorit dhe pas certifikimit të rezultatit të ri zgjedhor, të ulemi dhe të flasim për një emër konsensual. Sepse kështu do të arrijmë, besojmë ne, tek një emër i cili do të marrë mbështetjen e deputetëve të mjaftueshëm që janë 80 në sallë për të arritur ta zgjedhin presidentin e ri. Ne kemi mbetur pa e zgjedhur presidentin e ri për shkak të mos pjesëmarrjes së opozitës në votim, sepse për zgjedhur presidentin kërkohen 80 vota. Me 51.1% ne nuk i kemi pasur 80 deputet. Dhe besoj jemi të vetëdijshëm që ndoshta edhe mund të kthehemi me më pak se 80 deputet në kuvend, që do të thotë që për të zgjedhur president kërkohet bashkëpunim. Këtë bashkëpunim ne kemi kërkuar në vazhdimsi prej subjekteve politike, cilat gjithmonë kanë qenë të gatshme të refuzojnë çfarë do lloj alternative që lëvizja vetëvendosje ka ofruar në tavolinë. Kanë kërkuar kandidat konsensual, ua kemi ofruar, nuk e kanë pranuar. Kanë kërkuar marrëveshje politike, ua kemi ofruar, nuk e kanë pranuar. Kanë kërkuar emra cilët ata do t'i propozojnë vetë, të njëjtën ua kemi ofruar, nuk e kanë pranuar. U kemi thënë që jemi të gatshëm madje t'ju japim edhe nënshkrimet e nevojshme që ju t'i shtyni përpara 3 emrat e kandidaturave të juaja, nuk e kanë pranuar asgjë, sepse interesi vetëm i opozitës ka qenë qysh prej fillimit e deri kur është shpërndar kuvendi, që vendi të shkojë në zgjedhje me idenë që dëmtohet qeveria Kurti dhe me idenë që do dëmtohet edhe rezultati. Por çfarë ka ndodhur është fatkeqësisht për fatin e keq të tyre e kundërta, sepse për kraja për lëvizjen po rritet, e fatmirësisht ne do të kthehemi në kuvend me mbështetje edhe më të madhe dhe prap me të njëjtën kërkesë, pra që të arrijmë një konsensus për një emër konsensual i cili do të jetë presidenti i Republikës Kosovës. Cila do të jetë përqasja e PDK-s në raport me gjetjen e një solucioni për një president? Tani veç do ta themi një gjë të qartë që këta nuk kanë shku në zgjedhje pse s'kan mujt me zgjedh presidentin. Këta kanë shku në zgjedhje se s'kan dashur me zgjedh presidentin, se kanë dashur pushtet absolut me pas. Kanë pas me dashur me kriju monarkinë këtë vend edhe me instalu diktaturën këtë vend. Çështja e presidentit ka qenë e zgjidhshme, Partia Demokratike ka qenë jashtëzakonisht konstruktive, ka qenë ndër më konstruktivet që ndodhin ndonjëherë me qenë, aq konstruktive ka qenë saqë Bedri Hamza, kryetari i partisë, ka shku të dielën në objektin e qeverisë me ofru mbështetje dhe me ofru mundësi që vendin me dalë prej krize. Por këta kanë dashur një njerëz që i nënshtrohet. Thot zonja nderuar që kemi propozuar një kandidat konsensual. Më falë, kush e ka propozu kandidatin konsensual? Kandidati konsensual nuk propozohet një anshëm. Nuk fillon me votu e pastaj mi thirr opozitën me thonë hajde një me votu në sallë. Me rezilin, me na i thirr emrat vazhdimisht, me na bo presion qytetar. Këta nuk duan me qeverisë, sepse nuk din me qeverisë dhe sonte në këtë studio thamë, jo 50% asaj kanë pas, po 80% jep një. Këta nuk kanë me mujt me qeverisë. Këta mune me zgjedh organe drejtuese, po këta me qeverisë jo. Këta me nxjerr Kosovën prej baltës që kanë futi jo. Këta me lënë dritë me ranë Kosovë moj jo. Dhe thjesht edhe nga kjo studio prapi thamë jo 80, po 99.9% të fitojnë. Qaj 0.1% që ka me kanë kundër tyne ka me shliru këtë vend, nga kjo e keqe, e nga kjo stërkeqe që është ka ndodhë Kosovës, edhe në luftën me Serbinë 1% ka luftu, po sot e gëzojmë lirinë, e gëzojmë pavarësinë, e gëzojmë institucionet, e gëzojmë gjithat mirat e mundshme të arritura me gjak mund të sakrifisë. Dhe falat i gjaku, e asaj sakrifisë nuk kemi me leju që Kosova me u kthyn diktaturë e me u kthyn komunizëm. Edhe këja është subjekti i parë politik që ka të nominuar